PDK-s, mirë po kryetari ka bërë pashtu të qartë që dyrt e Zotit Lima edhe të tjerë nuk janë të mbyllura në PDK, por ajo duhet të nënshtrohet natyrisht një procesi i cili është i rregulluar për mbrana partisë politike, edhe me statut, edhe me rregulla tjera. A ka shumë që mendojnë si jo kështu? Po, unë mendoj që elektorati në Partinë Demokratike të Kosovës është interesuar për bashkim gjitha figurave dhe natyrisht që është i hapur edhe për figura të reja. A do të ishte i natyrshëm pak a shumë bashkimi me Limajn këtë rast, ka qenë antar i partisë? Natyrisht që është i natyrshëm sepse ka pas në Partinë Demokratike të Kosovës ka pas lëvizje edhe të atyre që janë hatru nga njëherë, edhe atyre që janë idhnu dhe janë rikthy sërish në Partinë Demokratike të Kosovës, por natyrisht që njerëzit lojal të PDK-s duhet të shpërblehen më së shumti. PDK, siç thash, nuk ka qenë hapur këto ditë vetëm për individ dhe personalitete të shquara të cilët kanë dhënë kontribut në PDK, të cilët për një kohë të gjatë kanë mundur që të qëndrojnë pak anash edhe në vendimarrje, edhe në mobilizim të elektoratit, por unë mendoj që PDK tash është e përbashkuar rreth një sfide e cila na pret me 28-in dhe kështu të bashkuar ne do të hyjmë të bindur me plot vullnet, me plot frymëzim dhe me një mbështetje masive të qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe mbi gjitha e kemi edhe një kryetar, edhe një kandidat që në rrethana të kaosit, në rrethana të përçarjeve të mëdha, në rrethana të një mungese të parashikueshmërisë, ai është një personalitet dhe një burgshtetas i cili do të përbashkojë qytetarët e Kosovës rreth një vizioni për transformim edhe ekonomik të Kosovës. Kur u dha lajmi që po dështon marrëveshja potenciale me Nisman, pati shumë komente qysh Hamza Tazëm tha që do duhej më shumë kohë për të arritur këtë marrëveshje, po a u desh shumë kohë Tazëm për një marrëveshje bashkimi me listën për familjen, deputet të vetëvendosjes për një kohë dhe pastaj dolën nga ky subjekt, u kthyen pak histori të konfliktit politik të njëjtëve me Partinë Demokratike, a janë dy procese të ndara në aspektin e arritjes marrëveshjeve? Në mendoj që marrëveshjet e tilla me partitë politike dallojnë nga njëra me tjetrën, sepse atë nuk është vetëm një marrëveshje e thjeshtë, po unë mendoj që për brenda ka edhe kalkulime dhe kalkulimi kryesor është se qysh del Partia Demokratike më fort në këtë zgjedhje dhe qysh mund të mobilizohet sa më shumë elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës, por mbi gjitha, kjo është një betejë jo vetëm për PDK-n, jo vetëm për elektorat PDK-s, kjo është një betejë për Kosovën. Prandaj, Zoti Hamza edhe lista që do del besoj të